e me qëlluan ata njerëz, dhe më thonë ata duhet me di që ballafaqohen keq me neve. Është vendi në të cilin ruhet historia e heroit të kombit Zahir Pajaziti. Vizitorë të shumë vinë çdo vit në këtë vend në Orlan të Podujevës, por muaj me parë, dikush duket se hyri brenda me një qëllim tjetër. Kjo pasi objekti i cili gjendet prapakullës së Zahir Pajazitit pësoi dëmtime në tavan dhe në korridore. Sipas njoftimit të lëshuar nga policia, rasti dyshohet të ketë ndodhur mes 30 majit dhe 30 qershorit. Megjithatë, për dëmtimet në kompleks, ata u njoftuan tek të hënën me 6 korrek nga drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale, Imer Hakaj. Këtë e konfirmoi vetë Hakaj në një përgjigje me shkrim për televizionin. Ju njoftoj se pas pranimit të raportit lidhur me dëmtimet në kompleksin Memorial Kulla Zahir Pajazitit në Orlan, në cilësinë e drejtorit ekzekutiv, me datën 6 korrekt 2026 kanë paraqitur kërkesë për iniciimin e hetimeve në Policinë e Kosovës, përkatësisht në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Prishtinë dhe stacionin policor në Podujev. Prandaj, edhe prokuroria është angazhuar tashmë në hetimin e dëmtimeve të shkaktuara në kompleks. E për t'i parë dëmet nga afër në Orlan të Podujevës, erdhi edhe bashkëluftëtari i Zahir Pajazitit, Avni Ajeti, i cili e viziton rregullisht kompleksin. Me bo me qillue, se ka njëherë mujnë me dole edhe na për vizit, e me qilluen ata njerëz, dhe më thonë ata duhet me di që ballafaqohen keq me neve, me secilin ushtar të shqiptarit të Kosovës, sepse nuk lejojmë me u prek memorialet edhe figurat e herojve të popullit. Këtë si mesazh jo kërcënues, po dhe më thonë aprekun thellë në shpirt. Ajeti pret që të merren me shumë masa sigurie që të mos ndodhin raste të tilla. Po normalisht edhe mosa, edhe mirëmbajtje më të mirë, sepse qytetarët veç po shihet që e vizitojnë, po këtu çaja në institucionet përgjithëse nuk e di a marrin mijet e për mirëmbajtja, jo nuk e di, po këtu duhet me mirëmbajt më mirë edhe sigurisht që siguria me kon më nivel. Edhe vizitorë të tjerë i konsiderojnë të dhimbshme dëmtimet që u shkaktuan kompleksit. Nuk duhet lihet në vend i tillë, nuk duhet lihet pa mbrojtje. Ajo është jashtëzakonisht një dëm të madh për Kosovën, për çdo qytetar që ka ndjenja për atë dhëon, është me të vërtetë e dhimbshme. Edhe duhet me të vërtet gjithë qytetarët ta gjejnë personin i cili ka bërë këtë vepër që nuk falet, mund të them, edhe të përgjigjet para organeve të rendit sa më shpejt që është e mundur. Për rastin ka reaguar edhe ministri në detyrë i punës, familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare, Andin Hoti, i cili ka thënë që dëmtimi i komplekseve memoriale të dëshmorëve dhe heronjeve të Kosovës nuk është thjesht vandalizëm, por sulm ndaj kujtesës son kolektive.